أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavat ja përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Jalla Jalalu të na i ban kabul agjerimin e kësaj dite. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allah Azza wa Jall të na furnizon në ditët në vazhdim me vepra të mira dhe agjerim të pranuar. Inshallah taala sot do të jemi pranë temës shumë rëndësi apo e rëndësishme, e cila është një dukuri e përhapur në mesin e muslimanëve, e përhapur ndoshta edhe shumë e neglizhuar, ndërsa për të njëjtën Allahu Jalla Jalaluhu ka regjistruar në Kur'anin e Kerim shumë qartë, për shkak se ky regjistrim dhe ky ligjërim e Allahut Azza wa Jall na tregon se është një gjë shumë e rëndësishme. Në njëjtën kohë, për të njëjtën ka dalë dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithet të qarta. Ajo është të nderuar pra lëshimi i shiqimit në haram. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala: والنظر أصل عامة الحوادث. Të shikuarit në të ndaluar është baza e çdo të keqe. Allati tusibu al-insan. Baza e çdo të keqe që e godet njeriu. Fa inna nadhra tulidu khatira. Për shkak se një shikim thot e lind një mendim. Thumma tulidu al-khatira fikra. Pastaj ky mendim bëhet thot një ide. Pastaj thot kjo ide e lind thot epshin. Dhe pas kësaj thot pas epshit lind thot dëshira për të bërë një veprim. Yadhan billah. Pastaj abguton dhe nga këtu fillon thot dëshira pastaj dhe fuqizohet për të vepruar apo për të marrë vendim. Dhe njeriu thot pas kësaj thot shansa më e madhe është që ti përgjigjet pra këtij vendimi të keq. Dhe më për këtë, pra të nderuar, pra Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhëroi në Kur'anin e Kerim qysh në fillim pra që ti ulmi shikimet dhe nuk tha kupton që mos bëjni veprime të ndaluara. Na do të cekim inshallah ta'ala pozitën e kësaj dispozite në Kur'an dhe në Sunnet. Do të tekmi ajetet në Kur'anin e Kerim dhe hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe pse thonë dietarët, edhe pse kjo dukuri hiç mos me pas zbrit ajete apo hadithe, subhanallah, mjafton që njeriu ku ta lëshon shikimin e tij në të djallë dhe në të majtë, në të ndaluarat e Allahut Jalla Jalaluhu dhe në moralet e huaja, mjafton që ati i zbret dhe i bje për toke ndershmëria. Ndershmëria. Jese ku me të vgudon kjo është një urdhër i Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalla Jalaluhu tha në Kur'anin e Kerim: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dhalika azka lahum." Thua ja Muhammed besimtarëve, atyre të cilët kanë besuar Allahun dhe të dërguarin e tij dhe kanë besuar Kur'anin e Kerimin, kanë besuar ditën e Kiametit, që do dalë një ditë, thuaj pra që ti ulin shikimet e tyre. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala, po se këtu, le ti ulin shikimet e tyre, mirë po në shqip i bje, le ti ulin shikimet e tyre, ndërsa në gjuhën arabe ka ardhë me një pjesës e cila quhet min absarihim, që do të thotë thuaj besimtarëve,
që t'i ulin, që t'jen pranë uljes së shikimit të tyre, apo një pjesë të tyre. Një pjesë të uljes. O yahfadhu furujahum. Pse Allah subhanahu wa taala te ulja shikimit e ka prungue pjesën e cila aludon pjesë. Të me thonë ulja shikimit mirë po jo e tërësishme. Jo mirë absolute. Për shkak kanë thonë dietarët se në uljen e shikimit ka dhe raste të cilat do me thonë dalin nga rregulloria e përgjithshme. Raste përjashtuese. Siç për shembull, lejohet besimtarit që ta shikon kur shkon për ta fejuar një vajzë. Lejohet me shikuar në fytyrën e saj, në durrët e saj e kështu me radhë. Në njëjtën kohë lejohet mjeku i cili nuk ka mjeke që ta shëron një pacient i cila është nga muslimanët, në rast që nuk ka mjekë muslimane. Femër lejohet ta kupton qoftë operacion e kështu me radhë. Dhe lejohet në njëjtën kohë që ta zbulon fytyrën dhe duart e tij një femër pranë gjikatësit, kur kërkon ai që ta eviton, do me thonë fytyrën dhe personalitetin e saj. Këtë këto janë përjashtime e Allah subhanahu wa taala nuk i ka ikë detajin e Kuranit Kerim dhe e ka prungur dhe ka thonë min absarihim, thuaj besimtarit që t'i ulin shikimet e tyre, apo kupton mirë po me termin min, pra që t'i ulin nga shikimet e tyre. Që t'i ulin nga shikimet e tyre. Mirë po kur ka thonë o yahfadhu furujahum, dhe kur ka thonë që t'i ruajnë pra që t'i ruajnë pjesët intime të tyre, ka kërkuar normal, ka kërkuar në mënyrën e përgjithshme, në mënyrë absolute që t'i ruajnë nga haramat. Thot Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, hadha amrun min Allah li ibadihi al-mu'minin an yaghuddu min absarihim amma hurrima alayhim. Thot Ibn Kathir rahimahullah, kjo është një urdhër i Allahut azza wa jall për robërit e tij musliman, të cilët i kanë besuar Allah subhanahu wa taala, që t'i ulin shikimet nga ajo çka i ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Ky urdhër të nderuar është siç ka urdhëruar Allahu për burrat, në njëjtën kohë ka urdhëruar edhe për femrat. Allah azza wa jall më njëherë pas ajetit që ka urdhëruar për burrat, ka urdhëruar edhe për femrat, për gratë muslimane kur ka thonë wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dhe thuaj ja Muhammed gjithashtu edhe grave muslimane që t'i ulin shikimet e tyre nga burrat e huaj, nga të ndaluarat. Ka të ndaluarat dhe t'i ruajnë pjesët e tyre të intime. Kjo urdhër i Allah subhanahu wa taala është si për burra, ashtu edhe për gratë. Mirë pa Allah azza wa jall kanë thonë dietarët se pse Allah subhanahu wa taala fillimisht ka thonë me ul shikimin, pastaj me i ruajt pjesët intime, për shkak se avguton ai i cili ul shikimin dhe ruan shikimin e tij, ai me do e mos avguton do të jetë i ruajtur avguton me pas. Dhe ai i cili e lën shikimin e tij, ka filluar me shikimin, ai i cili e lëshon shikimin e tij, ka thonë avguton ai me do e mas do të jetë në një gjendje të rrezikshme me pastaj. Për ata kanë thonë o sirru taqdimi ghadd al-basar ala hifdh al-furuj huwa an an-nazar barid az-zina wa rawa'id al-fujur. Ka thonë për shkak se shikimi është posta që çon te zinaja, posta e të keqës. Për ata dhe Allah subhanahu wa taala e ka prek këtë punë qysh në fillim. Argumenti i dytë të nderuar është Allah azza wa jall ka thonë në Kur'anin e Kerim ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah azza wa jall e din thot të gjitha të stërvjedhrat e shikimit dhe ata që kanë mshefni thot në gjoksat e juaja. Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo është argument të nderuar se Allahu azza wa jall, siç ka thonë Ibn Abbas rahimahullah, ka thonë an yadkhul ar-rajul ala ahli al-bayt. Thot qysh ka mundësi mi stërvjedh njeriu shikimet e tyre apo të shikuarit në të ndaluar. Ka thonë sikur dikush i cili hin thot në një shtëpi dhe pastaj buton edhe pastaj thot personi i shtëpisë, pronari i shtëpisë, kur të jetë gafil i shkujdesur apo buton, ai thot ai e hudh shikimin e tij apo buton nëpër sekretet e asaj shtëpie. E thot ki personi mendon se thot
pronari i shtëpisë nuk pa, ndërsa thot nuk e din se Allahu Azza wa Jall e ka pa dhe Allahu Jalla Jalaluhu nuk mund me ik shikimi as të stërvjedhët e shikimit të asnjërit. Derisa Allah Azza wa Jall ka shku ka thon edhe ato çka i posedoni në zemrat e juaja, pra Allah subhanahu wa taala i din dhe nuk mund më ju mshef. Çet me kuptue se besimtari deri në këtë shkallë kërkohet që të jetë i pastër. Deri në këtë shkallë. Pse? Kur ta ketë muraqib, kur të mendon se Allahu Azza wa Jall është mbikëqyrë si i tij dhe njohës i tij në mbrëmsinë e tij, ai para ta kupton mundohet që zemra e tij të jetë e pastër, shikimi i tij të jetë i pastër, gjuha e tij të jetë i pastër dhe çdo gjymtyr të jetë e pastër nga haramet, nga të ndaluara çka Allah subhanahu. Pse? Se e ka muraqib mbikëqyrës Allah subhanahu wa taala. Jo krijesat e Allah subhanahu wa taala. Argumenti i tretë ka thënë Allah Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dhe mos ju qas asaj për të cilën nuk i thot njohuri. Ka thonë inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dhe dini thot se të ndëgjuarit e juve, shikuarit e juve dhe zemrat e juve, këto janë të gjithë përgjegjësit që kanë më pyet nesër para Allah subhanahu wa taala. Të shqisa, të ndëgjumit, shikumit dhe zemrat, çka kanë ndjerë dhe çka kanë menduar, kanë më pyet para Allah subhanahu wa taala. Për ata të nderuar, a kupton nga njëherë njeriu gjendet para një mashtrimi të vetvetes. Mendon se i ka shikimit dikujna, apo ndëgjimit dikujna, apo kupton nuk e din dikush çka mendon, çka kupton ndjeh për tyje, mirë po harron që Allah Azza wa Jall këtë din. Një ditë kanë më shpalos të gjithë. Nuk ka më të pastër dhe më të devotshëm dhe më të sinqert se besimtari. Kur ta pranosh që Allahun unë e kam mbikëqyrës për çdo sen, për ata më kupton besimtari është larg shefatësisë. Larg munafiqllokut. Larg çdo intrige apo kupton mas shpinën. Pse se Allahun e ka mbikëqyrës. Ai fillimisht don me Allahun xhel xhelal me kon mirë. Ai fillimisht don që nesër ku dal para Allah të jem mirë, të jem i pastër. A kupton? Kjo të njëjtën kohë reflekton automatikisht edhe mes të robëve. Mes të robëve te Allah subhanahu wa taala dashte apo nuk dashte ti. Këto janë argumentet e Allahut në Kur'anin e Kerim që Allah i ka prungue për sa i përket uljes së shikimit. Nërsa në do të cekim inshallah taala edhe disa ajete, disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët kanë ndonjë këtë tematik. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Iyyakum wal julus fi at-turuqat." Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot keni kujdes dhe mos rrini thot rrugëve. Mos rrini rrugëve pa nevojë. Faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun. Sahabët thanë ja Rasulullah nuk shujten ato. Po ato e zgjidhen në fakt një problematik për të gjithë pasardhësit për mas. Thanë ja Rasulullah, thot na nuk kina çare pa nejt rrugëve për shkak se aty thot na i kina takimet e tona. Aty është jeta jon. Aty kemi tregtirat tona. E kështu me radhë. Pastaj çka tha pejgamberi Allah të vënoi një rregullore tash, e cila na shërben të gjithëve. Tha fa idha abaytum illa al-majlis fa'tu at-tariqa haqq. Nëse thot e paski patjetër me nejt rrugëve, atëherë thot jep një hakin rrugës. Jep një hakin rrugës. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Cila haki rrugës? Pejgamberi Allah tha ghaddu al-basari wa kaffu al-adha. Thot ulja e shikimit dhe largimi i pengesave. Ulja e shikimit dhe largimi i pengesave. Wa raddu as-salami dhe kthirja përshëndetja me selam. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dhe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Ndëruar, kjo hadith mundet më na shërbi neve akuton edhe për sa i përket akuton telefonave tonë. Lirisht mujmë këtë hadith me zbrit dhe me thonë fjala në telefon për telefonat e tonë. Për shkak se shumë njerëz akuton ndoshta thotë nuk rri rrugëve mirë pa i rri të shtëpia, thotë rri në shtëpi, kohën e lirë. Mirë pa kur rri në shtëpi ose rrin pranë televizorit, ose rrin pranë telefonit, rrjetet sociale. Dhe na e dim se po të rrihet dikush në rrjetet sociale dhe mos harron shikimin në shtënjë sikur ai i cili rrin në rrugë. Për ata dhe kjo hadith shumë ka lidhshmëri me telefonat e tu. Na tash nuk thojmë apo kupton edhe kjo vlen e njëjta dispozit, nuk thojmë na
sa kupton tash njerëzit mos rrin telefona se telefoni dhe interneti sot është pjesë e jetës. No, e patjetërsueshme. Lidhjet këtë njerëz që kanë dhe terminet dhe punë të kështu me radhë. A kupton? Mirë, po çka na thojmë jep ja hakin për telefonit. Jep ja hakin telefonit. Cilët janë ato? Ato janë kupton me rrugë shikimin nga harami fillimisht. Mos me shiku senet e dyta të këqija. O të nderuar, Allah Azza wa Jall nuk ndalon në Kur'anin e Kerim diçka vetëm çashtu. Kjo është rregullim individual, familjar, shoqëror. Por derisa kupton Allah Azza wa Jall ka urdhëruar me ndalue shikimin nga harami, ta dish se dije se është rrjedhoja shumë të këqijave, domethënë nëpër familjet e tona. Na nuk e dim. Çdo mëkatim, çdo e keqe ndikon në zemrat e tona. Pastaj kupton po vrazhdon zemrat. Po vrazhdon raportet. Po kupton fjala po nditet gjuha. Po krejt këto vijnë ndoshta shkak i kësaj. Çka na e neglizhojmë. Sa më shumë ta ruaj sinin, aq më shumë nuri i imanit në zemrën tonë shndrit. Dhe kur shndrit nuri i imanit në zemrën tonë, ajo reflekton pra në veprimet e tua, në të folurit e tu, në raportet e tua në rrethin me të afërmit dhe me të largit. Për ta kupton puna e shikimit ndëruar është punë shumë e madhe. Cila është haki i telefonit na lirish më me thon, pra ulja e shikimit apo rrutja e shikimit nga harami në telefon. Pastaj ka thon kaful edhe. Pastaj kupton me luftu të keqen nëpërmes rrjeteve sociale dhe faqeve të internetit. Duke shpërndat mirë, edhe duke u atërheq vërejtje muslimanëve nga të këqijat. Ka thënë uraddu selam, pastaj me shpërnda paqen dhe përshëndetjen me selam. Pra Islami me një fjalë nëpërmes telefonit. Ul amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, dhe me urdhnu për të mirë nëpërmes telefonit, pra dhe me ndalu nga e keqja. Duke shpërnda ligjërata, duke shpërnda fjalë të mira, duke shpërnda fjalë të Allah subhanahu wa taala, fjalë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, fjalë të dobishme për njerëzit dhe duke ndalu nga çdo e keqe. Argumenti i dytë ka thon hadithin që transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qal, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibn adam nasibuhu min az-zina. Thot për birin e Ademit, thot shkruhet për çdo gjymtyr të tij shkruhet zina pjesërishme. Ka thon mudrakun dhalika la mahala. Edhe nuk ka çare thot pa paran to. Në çeto pjesët abuton biri i Ademit. Ka thon el aynan zinahuma an-nadar. Shikimi e kupton të shikuarit me sy thot është pjesë e zinas. Allah zot ka thënë zina për me Allah. Dhe zinaja e sinit ka thonë është ku ta lëshosh në haram, të ndaluar. Ka thonë gjithashtu përveç ndëgjimi diçka e cila kupton është e ndaluar, është pjesë e zinas. Ka thonë të njëjtën kohë gjuha e cila flet fjalët e dyta është pjesë e zinas. Dora dhe këmbët të cilët prekin apo të çojnë deri te veprimi i ndaluar, gjithashtu shkruhet nga vepra e zinas. Ka thonë zemra është ajo e cila kupton e dëshiron një gjë të tillë, yadhan billah. Ndërsa kupton, çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa organet janë ata të cilët e përgënjeshtrojnë këtë gjë apo e besojnë, e veprojnë. Kjo është hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne i ka tërheq vërejtën që t'i ruajmë gjymtyrët e tona. Pse? Se janë të lidhura me veprën më të madhe. Edhe këto këtë janë çka i shërbejnë dhe dërgojnë besimtarin deri në një rezultat të tillë. Argumenti i tretë, hadithi i cilin transmeton Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila 'awrati ar-rajul. Është ndalu mos shikon thot burri në avretin e njëri tjetrit, burrat në avretin e njëri tjetrit. Gjithashtu edhe gratë. Ka thonë, dhe mos të mbështillën thot hadithi pejgamberit Allahut, dhe mos flejni thot di burra me një çarshaf. Dhe të njëjtën kohë ka ndaluar se di gratë një njëjtën kohë me flet me një çarshaf. Deri këtu ka kujdesi i dinit të Allahut subhanallahu dhe pasërtia e saj. Për ata dhe pejgamberi sa më çka thot, për evladët thot ku ti bojnë apo kupton çka, ku ti bojnë 10 vjet apo ku ti bojnë 7 vjet thot mësoj thot namazin. Dhe ndani nga shtretrit.
Vajzat nga djemët, i ndani nga shtrati, a kupton dhe mësojnë një thot namazin. Dhe kur t'i bojnë 10 vjetë dhe halitën thot ka pak qërtoni. Kjo është edukat e dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Pse? Këtë kjo janë masa preventive dhe edukuse për besimtarin që ajë në njërë që të rritët njërë natyrale të pastër që ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe pastaj prishet nderuar apo prishet këtë pastaj ndodhin. Si rezultat apo i mos kujdesit fillimisht dhe pastaj si rezultat apo i përhapjes të këqijave apo në shoqëri. Dhe normal se prindrit janë përgjegjësit kryesor për familjet e tyre. Allah azza wa jall ku anfusakum wa ahlikum nara. Shpëtoni veten dhe familjet juaja nga zjarri i xhenemit. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo bari është përgjegjës për kopën e tij. Dhe ai do të përgjigjet për Allah subhanahu wa ta'ala. Do të përgjigjet për veten, do të përgjigjet për ato që ai ka në përgjegjësi. E rëndësishme është të nderuar na që të mundohmu. Fillimisht ti mësojmë normat e fesë, fillimisht për vete dhe t'ja mësoj edhe familjes time. Pse se kam mu pyet. Një dhe dyta aty është shpëtimi. Se ai edukimi ashtu ka mu thith. Edukimi ashtu ka mu ndodh. Po vetëm se ti nuk je të e bon edukimin cilën ti e don, sa i ka me marrë një edukim. Njeri ka me jetu, ose ka me marrë nga shtëpia, ose ka me marrë nga rruga. Për ata më kupton, feja Allah të ka mësuar që na të stolismi fillimisht vetë dhe pastaj të stolismi familjet tonë dhe të ruajmë, se na edhe kemi edhe përgjegjësi. Dashë s'dashte, ai ka mu edukue. Hadithi tjetër, Gjerir ibn Abdillah qale, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nadhrati al-faj'a. E pyeta thot ki Gjerir ibn Abdillah, e pyeta pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për shikimin e papritshëm. Për shikimin e papritshëm. Ja Rasulullah. Por shembull ti nuk ke nevojë apo nuk ke qëllim që të shikosh diçka, të ndaluar, por kalimsi, thot isrif basarak. Atëherë të largoj shikimin tënd. Sikur që ka në hadith tjetër, ka thonë largoj shikimin tënd, për shkak se shikimi i parë është i jote, shikimi i dytë është kundra teje. Shikimi i dytë është kundra teje. Pra, e ka toleru feja Allah azza wa jall gjona që ka vinë pa qëllim dhe pa nijet. E ka toleru dini Allah xhelal këtë çka ke. Derisa ato shikimi të ndaluar. Po kjo toleranca e fejës gjithashtu nuk është ngurt feja Allah subhanahu wa taala. Por donë që neve të na nxit që na ta ngrismi bazat e edukimit të mirëfillt të Allah subhanahu wa taala. Argumenti tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin të cilin transmeton Abdullah ibn Mas'udi, thot: Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Tha, o ju rini, kush ka për jush mundësi le të martohet. Në të kohë, kjo hadith në aludon që feja e urdhëron dhe nxit martesën e hershme. Pse? Ka thonë për mësëm? Për shkak se martesa ka thonë gjysën e dinit dhe imanit ta ruan. Burrit dhe gruas. E për gjysën tjetër thotë tut një Allah subhanahu wa taala. Për gjysën tjetër tut një Allah xhalla xhelalu. Për ata ka urdhënuar ka thonë le të martonu o i rini martonu sa më frik. Sa më të ri. Dhe këtu ka dobite të mëdhaja. Ka thonë fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Për shkak se martesa hershme është më e rruajtshme për shikimin dhe më e rruajtshme për pjesën time tuat. Ma të ruajtërt. Nga harami. Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm. Ka thonë le kush nuk mundet në të agjeron atër. Le të agjeron derisa ti bëhon mundësijet për të martuar. Agjerim me këtë nijet. Në dhëna që kam një ditë, a kupton se baza e shtimit të epshit dhe dhezës e saj është haja dhe pija e tepërt. Për ata dhe agjerimi epshin e pkut e dëpson. Për ata dhe përmësëm ka urdhënue, ata cilët nuk kanë mundësi për të martuar në të agjerojnë. Le të agjerojnë. Dhe ditë që ka nuk të agjerojnë, ndëruar nuk do me thonë se me plëtsu pastaj. Po dini Allah të zërë që ka thonë përmësëm,
nuk mund zhbiri Ademit. Nuk mund zhbiri Ademit enë më të ndytë se sa barku i tij. Ati këtë përzijin e kupton ushqimet. Dhe ajo është e rrezikshme veç mëshira Allah xhalla xhelaluhu, domethënë në fjala për njeriu çka, domethënë nuk e le kupton me ndodh smundje të ndryshme. Por ka thonë nuk mund zhbiri Ademit enë më të ndytë, më të rrezikshme sa barku i tij. I mjaftojnë birit Ademit disa kafshata për të majtë trupin e tij. Ka thonë nëse patjetër diçka më tepër, thot atëherë thot në të hanë 1/3. 1/3 e barkut do ta mush me bukë. 1/3 me ujë dhe 1/3 le ta lën për frymorrje. Kjo është edukata dhe baza e shëndetit. Kush don shëndet të mirë është në hajet e pakët. Në haje sistematike dhe në haje dhe ushqimet e shëndetshme. Jo në hajet e tepërta, në hajet e mëdha, në hajet e rënda. Shëndeti. Kush don kjo baza e shëndetit është në hajen e pakët. E ka thonë pejgamberi sa kjo rregull është për ditë që nuk agjeron. Por ditë që agjeron, pra ajo është diçka plus sa kupton çka i ndihmon besimtarit, domethënë në rrugën e shëndetit të tij. Argumenti tjetër është nga Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush mua mi garanton thot 6 gjëra thot ja garantoj xhenetin. Kush mi garanton mua 6 gjëra, unë thot ja garantoj xhenetin. Njëna nga këto 6 gjëra të nderuar ka thonë wahfadhu furujakum, edhe ruajini një pjesë intime të juaja nga harami. Për thotë një hadith tjetër ka thonë kush mi garanton mua që i ruan nga harami 2 pjesë, ka thonë gjuhën edhe pjesë intime nga harami, nga ndaluara, thotë unë ja garantoj xhenetin e Allah subhanahu wa taala. Kjo njësit për gjithë besimtarët. Si ishte thot nderuar gjendja e selefit apo fjalët e selefit në këtë tematik. Thot Abdullah ibn Mas'udi, hifdhu al-basari ashaddu min hifdhi al-lisan. Ka thënë ruajtja e shikimit është më e zorshme se ruajtja e gjuhës. Se ruajtja e shikimit është më e shpejtë. Apo do, sa ruajtja e gjuhës. Qala Waki ibn Jarrah, kharajna ma'a Sufyan al-Thawri fi yawm 'Eid. Dolëm thot me Sufyan al-Thawrin thot ditën e Bajramit, por me bu Bajram me njerëzit. Çka tha ky? Tha i thash, inna awwala ma nabda bihi fi yawmina ghaddu absarina. Ka thonë, me punën e parë që ka sot e fillojmë, inshallah, si po dalmi për shtëpi me bu Bajram, thot fillimisht thot na tarojmë shikimin tonë. Ditën e Bajramit, muslimanët, ka thonë fillimisht punën e parë, çka e fillojmë në tash, para se me hina po shtëpitë e njerëzve, para se me u taku me vëllezërit e tanë, para se me bu Bajram, na duhet me kujdes për shikimet e tona. Për ata edhe kanë thonë pse, se kjo është vizitë. Pse po ka lidhur me shikimin të nderuar? Për shkak se agoton ku të bëjsh një jetë me shkuna për shtëpitë e tjerëve. Mas shumë ti shka dush me pas kujdes në shikimi. Mas shumë ti shka dush me pas kujdes në shikimi. Qoftë për Bajram, qoftë vizitë, e kështu me radhë, pse aty janë familje. Për ata edhe kujton, ky e ka lidh punën e shikimit, ka thonë se tash po dalmin në për familjet e vëllezërve tanë musliman me bu Bajram. Pra në punën e parë, shka do të me bo na të nderuar, do të tarujmë në shikimin. Qala Shuja' ibn Shah, rahimahullah, men ammara dhahirahu bittiba'i sunna, wa batinuhu bidawami l-muraqaba. Ki ka cek disa rregulla, edhe kjo na vlen edhe për neve. Thot kush e ndërton vetvetin e tij, thot të jashtëmën e tij, thot duke e pasu sunetin e pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. Të mbrëmshmën e tij, thot zemrën pra, e ka të mbushur me mbikëqyrjen e Allah subhanahu wa taala. وغض بصره عن المحارم edhe ul shikimin dhe erun nga ndaluara. وكف نفسه عن الشهوات edhe erun thot nefsin e tij nga epshet e ndaluara. Ka thonë lem tukhti lahu furase. Nuk i hum dhe nuk i dështon thot intuita e tij. Të këtë janë nuk i dështon thot intuita e besimtarit. Pa ta ka thonë sa intuita e besimtarit nuk rrein, ama e besimtarit i cili e erun vetveten e tij, erun shikimin e tij, erun zemrën e tij, erun vetveten nga haramat. Në vërtet pse sa ai shikon nga nuri i Allahut xhalla xhelal, nga nuri i imanit.
Ku thojmë na manin zemra, besimtarit në vërtet kur t'ja nin zemra për diçka, për një mund me kone vërtet. Besimtari i mirë dhe i ruajtur nga haramat e ndaluara te Allah subhanahu wa taala. Pra këto të nderuar janë disa argumente nga Kurani dhe Sunneti i pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam për ndalimin e shikimit nga harami dhe urdhërimin e kësaj që në vërtet besimtarët të harrojnë shikimin e tyre nga të ndaluarat për shkak se na i kemi në përgjithësi. E lutim Allah subhanahu wa taala që Allah azza wa jall na ban përfillës të urdhave të Allah subhanahu wa taala si individ, si familje, si shoqëri. E lutim Allah azza wa jall që Allah xhalla xjalaluhu të na mëson dhe të na dashuron praktikimin e dispozitave të dinit të Allah subhanahu wa taala. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الله شكر له.